Po, lëvizja vetëvendosja në krye me Albin Kurtin ka pasur mundësi që listën serbe ta shpallë organizatë terroriste, një që ka shpallë rojet e urës në vitin 2023. Procedura ekziston, duhet vetëm një raport nga AKI dhe Ministria e Brendshme, edhe nga Këshilli i Sigurimit, të shkon në qeveri dhe ta shpallë organizatë terroriste. Mirë po për këtë, zoti Kurti i mungon guximi, prandaj si plan B e ka me bo filma elektoral të cilët tashmë secili në Republikën e Kosovës i ka kuptu dhe kjo loja e demonizimit me listën serbe po ashtu ka përfundu. Vijat e kuqe të cilat zoti Kurti ka vendosur ndërmjet partive politike, ndërmjet popullit të Kosovës, duke i përqa dhe demonizu këto vija, ne si PDK do t'i largojmë në mes të shqiptarëve, në mes të partive shqiptare dhe do t'i vendosim me listën serbe. Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë. Këto janë lojra politike elektorale në të cilat ne nuk dëshirojmë të marrim pjesë. Ne jemi të fokusuar në programin ton, i cili u bë publik dje nga kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës zoti Bedri Hamza, ku do të ketë zhvillim ekonomik më të madh, ngritje dhe rritje të pagave për gjithë sektorët publik, do të ketë rritje të pagave për policë, rritje të pagave për ushtar, për zjarrfeks, për punonjës të gjitha ministrive, gjitha agjensive të pavarura të Republikës Kosovës, në mënyrë që ata të kanë paga të dinjitetshme dhe natyrisht që ata të vazhdojnë të forcojnë interesin nacional të Republikës Kosovës përballë një kërcënimi shumë të madh të Serbisë, e cila nuk ka heqë dorë nga terrori, nga dhuna dhe nga tendenca për dominim. Me sulmet terroriste në Banjska, me sulmet terroriste në Iberlëpenc. Kështu që unë mendoj që këto janë sfidat me të cilat ne sot po përballemi dhe si PDK do të përballemi. Serbia asnjëherë nuk e ka ndryshuar agjendën luftënxitse të gjenocidit me të cilën ka hyrë në luftën e Kosovës. Çfarë ka ndryshuar është vetëm strategjia, por mjetet janë të njëjta, terrori, dhuna dhe tentimi për luftë në Kosovë. Sulmi terrorist në Banjska, sulmi terrorist në Iberlëpenc janë dëshmi të gjallë që rreziku i Serbisë është real, rreziku nga Serbia ekziston, prandaj Kosova duhet ta forcojë ushtrinë e saj, duhet ta forcojë policinë e saj, policët tanë duhet të kenë sigurim shëndetësor, sigurim mjetësor, duhet të kenë mjete më të mira. FSK-ja duhet po ashtu të mobilizohet më shumë dhe bitë gjitha duhet të rikthejmë besimin të Shtetit Bashkuara të Amerikës si një nga garantuesit më të mëdhenj të sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Duke forcuar FSK-n, duke forcuar policinë e Kosovës, duke forcuar marrëdhëniet me Shtetin Bashkuara të Amerikës, me NATO dhe me Bashkimin Evropian, ne do të bëjmë ballë çdo sulmi terrorist të Serbisë, i cili përjetësisht do të jetë dhe mbetet armik i përbetuar i Kosovës.